Askush në qytet nuk e dinte se kush ishte në të vërtet burri që po shtyhej çdo mëngjes me karrocë invalidi përgjatë parkut qendror. Ai vishej thjesht, gjithmonë me një pallto gri dhe një kapele të vjetër. Fytyra e tij duke e qetë, por syt i kishte gjithmonë të vëmendshëm, sikur po vëzhgonte çdo detaj rreth vetes. Emri i tij ishte Arben Kodra, dhe nëse qyteti do ta dinte të vërtetën, do të tronditej. Arbeni ishte një nga njerëzit më të pasur në vend. Pronar kompanish ndërtimi, investitor në teknologji, milioner që kishte gjithçka. Vila, makina luksoze, pushtet dhe emër, por kishte humbur diçka shumë më të rëndësishme, besimin te njerëzit. 2 vjet më parë, gruaja që kishte dashur më shumë në jetë kishte braktisur sapo biznesi i tij kishte kaluar një krizë të përkohshme. Edhe pse ai uri më këmbë shpejt, ajo nuk u kthye kurrë. Që nga ajo ditë, Arbeni nisi të dyshonte në çdo buzëqeshje, në çdo fjalë të ëmbël, në çdo të dua. Kur njohu erën, mendoi se ndoshta fati po i jepte një shans të dytë. Era ishte e bukur, elegante, gjithmonë e veshur me shije dhe me një buzëqeshje që të bënte të ndiheshe i veçantë. Ajo punonte si influencere dhe modele për marka të njohura. Kur u njohën në një event bamirësie, ajo nuk e dinte se Arbeni ishte organizatori kryesor. Ai u prezantua thjesht si një sipërmarrës i vogël. Në fillim gjithçka dukej perfekte. Ti je ndryshe nga burrat e tjerë, i thoshte era shpesh. Më bën të ndihem e sigurt, por Arbeni kishte mësuar të mos i besonte fjalëve. Ai donte prova, jo dhurata luksi, jo postime në rrjete sociale, prova të vërteta. Një mbrëmje, teksa qëndronte vetëm në zyrën e tij të madhe, i erdhi një ide që do t'i ndryshonte jetën. Po sikur ta testoj, foli me vete, po sikur të shoh se kush më do kur nuk kam asgjë. Disa javë më vonë, Arbeni u zhduk nga jeta luksoze. U largua nga vila, nga shoferi, nga kostumet e shtrenjta. Mori një apartament të vogël në një lagje të thjeshtë, dhe më pas bëri hapin ekstrem. U shtir si i paralizuar. Përmes një miku mjek, siguroi dokumente që tregonin se kishte pësuar një aksident të rënd dhe se nuk mund të ecte më. Filloi të përdorte karrocë invalidi në publik. Shiti makinën luksoze dhe mbajti vetëm një automje të vjetër. Kur ja tregoi erës aksidentin, ajo mbeti pa fjalë. Arben, kjo është e tmerrshme, tha ajo duke e përqafuar me kujdes. Do të jem pranë teje. Ditët e para, era vinte shpesh. I sillte fruta, fliste për projekte, bënte foto për rrjetet sociale. Por gjithmonë pa e përfshirë atë. Pas një muaji, vizitat u ralluan. Jam shumë e zënë, i thoshte ajo. Më kupto, karriera ime është në kulm. Arbeni nuk thoshte asgjë. Vetëm shënonte gjithçka në mendjen e tij. Një ditë, ai vendosi të punsonte një ndihmëse për shtëpinë. Jo sepse kishte nevojë, por sepse donte të shihte si silleshin njerëzit me të kur mendonin se ishte i pafuqishëm. Kështu hyri në jetën e tij Mira. Mira ishte 28 vjeçe. Punonte pastruese dhe kujdestare për njerëz të moshuar. Ishte thjesht, pa grim të rënd, me duar paksa të ashpra nga puna, por me sy të ngrohtë dhe një qetësi që të bënte të ndiheshe rehat. Që ditën e parë, ajo nuk e shikoi Arbenin me keqardhje. Mirdita, zoti Arben. Më thoni çfarë ju duhet dhe rregullojmë bashk, tha ajo me një buzëqeshje të lehtë. Ajo i pastronte shtëpinë, i gatuante ushqim të thjeshtë, por mbi të gjitha fliste me të. E pyeste si ishte, si ndihej, çfarë i pëlqente të lexonte. Një ditë, teksa po i rregullonte batanien, Arbeni e pyeti. Nuk të bezdis të kujdesesh për dikë si unë. Mira u ndal dhe e pa drejt në sy. Pse duhet? Ju jeni njeri, jo barë. Këto fjale goditën më fort se çdo tradhti e kaluar. Ndërkohë, era po thuaj se kishte pushuar së ardhuri. Nuk e përballoj dot këtë situatë, i tha ajo një mbrëmje në telefon. Më duhet stabilitet, Arben. E kupton. Ai e kuptoi shumë mirë. Ditët kalonin dhe Arbeni filloi të presë më shumë ardhen e Mirës se sa telefonatat e erës. Jo sepse kishte ndjenja ende, por sepse për herë të parë pas shumë vitesh dikush e trajtonte si njeri, jo si status. Një pasdite me shi, Mira erdhi e lagur deri në palc. Pse nuk më the që po binte shi? E pyeti Arbeni. Nuk ka problem, buzëqeshi ajo. Jam mësuar. Ajo i gatuoi supë të ngrohtë, i ndezi radion dhe ul përballë tij. Zoti Arben, tha papritur, edhe nëse një ditë ecni sërish, apo edhe nëse jo, jeta ka ende shumë për të dhënë. Arbeni uli sy. Zemra i rrihte fort. Plani i tij për të testuar dashurinë po kthehej në diçka tjetër. Diçka që nuk e kishte parashikuar.
Ai kishte dashur të zbulonte gënjeshtrën, por po zbulonte të vërtetën. Dhe e vërteta po vinte nga vendi më i papritur. Arbeni nuk e kishte menduar kurrë se një plan i ftohtë, i ndërtuar mbi dyshim dhe frikë, do t'i trazonte zemrën në këtë mënyrë. Çdo mëngjes, kur dëgjonte hapat e Mirës në korridor, diçka brenda tij zgjohej. Jo shpresë, por qetësi. Një ndjenje që nuk e kishte provuar prej vitesh. Mira nuk vinte më vetëm për të pastruar apo gatuar. Ajo vinte për të qenë aty. Si e kaluat natën? E pyeste gjithmonë me një ton që nuk kishte as mëshirë, as detyrim. Mirë, përgjigjej ai, edhe kur nuk ishte e vërtet. Një ditë, ndërsa po e ndihmonte të transferohej nga karroca në divan, duart e saj u drodhën lehtë. Arbeni e ndjeu. Për herë të parë ndjeu turp, jo për paaftësinë e shtirur, por për gënjeshtrën që po mbante gjallë. Një telefonat që ndryshoi gjithçka. Atë pasdite, telefoni i Arbenit ra. Emri i erës u shfaq në ekran. Po flas tani sepse duhet të jem e sinqert, tha ajo pa përshëndetje. Nuk mund ta vazhdoj kështu. Arbeni heshti. Ti ke ndryshuar, vazhdoi era. Gjithçka është bërë e rënd. Unë kam nevojë për një partner, jo për dikë që duhet ta kujdesem. Fjalët e saj ishin të pastra, të ftohta, pa ndjenjë. Pra, po më lë, tha ai qetë. Mendoj se është më mirë për të dy, u përgjigj ajo. Shpresoj të gjesh dikë që të përballon. Telefonata përfundoi. Asnjë lot, asnjë kërkesë për falje. Arbeni uli telefonin dhe qeshi hidhur. Testi kishte dhënë përgjigjen e vet. Por ndërsa po mbyllte syt, dëgjoi zërin e Mirës nga kuzhina. Çfarë ndodhi? Pyeti ajo duke e parë në fytyrë. Ai donte të thoshte asgjë, por nuk e bëri. Më lan, tha thjesht. Mira nuk foli. Nuk tha më vjen keq. Ajo ul pranë tij dhe i vuri një dorë mbi dorën e tij. Ndonjëherë njerëzit tregojnë kush janë vetëm kur gjërat bëhen të vështira, tha qetë. Asgjë më shumë, por mjaftoi. Afërsia që rritet. Ditët kalonin dhe rutina e tyre u bë natyrshme. Mëngjes me kafe të thjesht, drek me supë ose gjellë shtëpie. Pasdite me biseda për jetën. Arbeni zbuloi se Mira kishte humbur të atin herët dhe kishte mbajtur familjen mbi supe që në moshë të re. Nuk ishte ankuar kurrë. Jeta nuk është e drejtë, tha ajo një ditë, por nuk ka pse të na bëjë të këqij. Këto fjale përndiqnin Arbenin natën. Një mbrëmje, teksa po e ndihmonte të rregullonte librat, Mira gjeti një album fotografish të vjetër. Në to, Arbeni shfaqej në evente luksoze me kostume të shtrenjta, makina sportive, njerëz të rëndësishëm rreth tij. Ajo u ndal. Ky jeni ju? Pyeti e habitur. Arbeni ndjeu zemrën t'i rrihte fort. Isha, tha ai. Para aksidentit. Mira nuk tha asgjë. Vetëm mbylli albumin. Njerëzit ndryshojnë, tha pas pak. Por ajo që ka rëndësi është kush janë tani. Ai e kuptoi se ajo nuk po kërkonte shpjegime. Dhe kjo e bënte gënjeshtrën edhe më të rëndë. Një ofertë që trondit. Një ditë papritur në derë u shfaq një burr me kostum. Zoti Kodra, tha ai. Jam përfaqësuesi një fondi investimi. Kemi dëgjuar për ju. Duam t'ju ofrojmë bashkëpunim. Mira u largua me njëherë për t'i lënë hapësirë. Biseda zgjati pak, por mjaftoi që dyshimet e Mirës të lindnin. Më vonë ajo e pyeti. Ju thatë se jeni vetëm një sipërmarrës i vogël. Arbeni heshti. Nuk dua të jemi pasjellshëm, vazhdoi ajo, por duket sikur nuk jeni vetëm kaq. Ai e pa drejt në sy. Nëse do ta dije të vërtetën, do të ndryshonte mënyra si më shikon. Mira u mendua një çast. Jo, tha ajo, por do të doja të më besoje mjaftueshëm për të ma treguar. Kjo fjali ishte më e fortë se çdo akuzë. Një ndjenjë e ndaluar. Arbeni filloi ta kuptonte. Nuk po testonte më dashurinë e të tjerëve, po testonte veten. Çdo buzëqeshje e Mirës, çdo kujdes i vogël, po i hynte thellë në zemër. Por bashkë me ndjenjën vinte edhe frika. Frika se po ndërtonte diçka mbi një gënjeshtër. Një mbrëmje kur Mira po largohej, ai e ndaloi. Mira, pse je kaq e mirë me mua? Ajo u kthye. Sepse edhe unë kam pasur nevojë dikur që dikush të mos më shikonte si barë. Ai nuk foli më. Atë natë Arbeni nuk fjeti. Vendimi po piqej brenda tij. E vërteta nuk mund të fshihej më gjatë, por nuk e dinte ende se kur ta thoshte gjithçka do të ndryshonte. E vërteta kishte peshë. Arbeni e ndjente në kraharor si një gur që çdo ditë bëhej më i rënd.
Sa herë që Mira qeshte, sa herë që i sillte një filxhan çaji apo e mbulonte me batanie, ndërgjegja e tij bërtiste më fort. Ai nuk ishte viktim, ishte mashtrues. Një mëngjes, kur Mira hyri në apartament, e gjeti Arbenin të ulur drejt në karrocë, me fytyrë të zbetë. A jeni mirë? Pyeti ajo e shqetësuar. Jo, u përgjigj ai. Sot jo. Ajo ju afrua me njëherë. Ty përgatis diçka, apo të telefonoj mjekun. Ai tundi kokën. Duhet të flasim. Zëri i tij ishte ndryshe. I prerë, i rënd. Mira u ul përballë tij. Në sytë e saj nuk ishte frikë, vetëm vëmendje. Rrëfimi. Unë nuk jam ai që mendon, filloi Arbeni. Ajo nuk e ndërpreu. Nuk jam thjesht një sipërmarrës i vogël, dhe nuk jam i paralizuar. Heshtje. Ora në murtik takonte fort, sikur donte të mbushte boshllëkun. Çfarë do të thot kjo? Pyeti Mira ngadalë. Arbeni mori frym thellë. Unë mund të ec. Ai u mbështet në mbajtëset e karrocës dhe u ngrit në këmbë. Për një moment bota u ndal. Mira u ngrit menjëherë, hapi sytë dhe bëri një hap pas. Jo, përshpëriti. Kjo nuk është. E di, tha ai. Jam i tmerrshëm. Ai qëndronte drejt, pa lëkundje, pa dhimbje. Pse? Zëri i saj u drodh. Pse do të më gënjeje kështu? E vërteta e plot. Arbeni i tregoi gjithçka. Tradhtinë e kaluar, frikën, dyshimin, testin për erën. Dhe si gjithçka kishte dalë jashtë kontrollit. Nuk ishte për ty, tha ai, por pastaj u bë për ty. Mira u ul sërish. Duart i dridheshin. Ti e di çfarë kam bërë për ty, tha ajo me zë të thyer. Kam refuzuar punë të tjera. Kam ardhur edhe kur isha e sëmur. Të kam parë si njeri, jo si provë. Arbeni uli kokën. E di, dhe nuk kam asnjë justifikim. Plaga e besimit. A e di sa poshtëruese është kjo? Vazhdoi Mira. Unë mendoja se po ndihmoja dikë që kishte nevojë, ndërsa ti më shikoje si një eksperiment. Jo, tha ai menjëherë, të shikoja si dritë. Ajo qeshi hidhur. Drita nuk përdoret për testime. Ajo u ngrit, mori çantën. Nuk dua të shoh më. Të lutem, zëri i Arbenit u thye. Më lejo të bëj diçka për ta ndrequr. Ajo u ndal në derë. Nuk mund të ndreqesh një gënjeshtër duke thënë të vërtetën shumë vonë. Dera u mbyll. Rënja. Apartamenti u bë i heshtur. Karroca qëndronte në mes të dhomës, bosh. Arbeni ul në divan dhe për herë të parë pas shumë vitesh qau. Jo për humbjen e erës, por për humbjen e respektit të vetes. Ditët kaluan. Mira nuk u kthye. Ai anuloi takime, refuzoi investime, u shkëput nga gjithçka. Parat nuk i shërbenin më për asgjë. Një pasdite vendosi të dalë për shëtitje. Pa karrocë, pa maska. Në park, pa mirë nga larg. Ajo po ndihmonte një grua të moshuar të ulej në stol. E njëjta qetësi, e njëjta mirësi. Ai nuk ju afrua. Një shans i fundit. Të nesërmen, Arbeni bëri diçka që nuk kishte bërë kurrë më parë. Shkoi në zyrën e organizatës ku punonte Mira si vullnetare dhe la një zarf. Brenda kishte vetëm një letër. Pa firmë, pa pasuri, pa premtime. Nuk kërkoj të më falësh. Vetëm të dish se për herë të parë në jetë, dikush më mësoi çfarë do të thotë të jesh njeri. Faleminderit. Mira e lexoi letrën atë mbrëmje. Lotët i ran mbi fjalë, por zemra e saj ende nuk ishte gati. Apo ishte? Koha nuk shëron gjithçka. Ndonjëherë ajo vetëm e bën dhimbjen më të qartë. Mira vazhdoi jetën e saj sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Zgjohej herët, punonte dy punë, kujdesej për nënën e sëmur dhe në mbrëmje bënte vullnetare në qendrën sociale. Por netët ishin të vështira, sepse çdo qetësi sillte ndërmend zërin e Arbenit. Jo gënjeshtrën, por momentet e vërteta mes tyre. Ndërkohë, Arbeni kishte nisur një rrugë tjetër. Jo për ta harruar, por për ta merituar faljen, edhe nëse nuk do ta merrte kurrë. Dorheqa. Një mëngjes, bordi drejtues i kompanisë së tij u mblodhi urgjentisht. Po bën një gabim, i thanë. Këto projekte vlejnë miliona. Arbeni u ngrit në këmbë. Për herë të parë, tha qetë, nuk po zgjedh paran. Ai nënshkroi transferimin e shumicës së aksioneve në një fond social për kujdesin e personave me aftësi të kufizuara. I njëjti grup njerëzish që ai kishte përdorur si mask. Lajmi shpërtheu në media. Milioneri Arben Kodra dhuron pasurinë dhe largohet nga biznesi.
Mira e pa lajmin në telefon, por e mbylli ekranin. Nuk donte të ndikohej. Jo kështu. Heshtja që flet. Një javë më vonë, në qendrën sociale ku Mira punonte si vullnetare, u shfaq një burr i ri, pa kostum, pa emër të madh, me rroba të thjeshta dhe duar të pasigurta. Kam ardhur të ndihmoj, tha ai, nëse ka nevojë. Koordinatori e pa. Emri. Arben. Mira nuk ishte aty atë ditë, dhe Arbeni e dinte. Ai nuk ishte ardhur për të dukur, kishte ardhur për të punuar. Ditët kaluan. Ai pastronte, shpërndante ushqim, shtynte karroca invalidesh të vërtet. Nuk fliste shumë. Dëgjonte. Një burr i moshuar e pyeti një ditë. Pse je këtu? Arbeni u mendua. Sepse dikur ushtira sikur e dija çfarë do të thoshte të ishe i pafuqishëm. Plaku buzëqeshi. Atëherë tani po mëson. Përballja. Pas 2 javësh, Mira u kthye në qendër pas një pushimi të shkurtër. Sapo hyri e pa. Arbeni po ndihmonte një djalë të vogël në karrocë të vizatonte. Ajo u ndal. Zemra ju shtrëngua. Ai e pa. U ngrit ngadalë. Nuk ju afrua. Mira, tha, nuk kam ardhur për ty. Atëherë pse je këtu? Pyeti ajo ftohtë. Sepse këtu është vendi ku kuptova sa shumë gabova. Ajo heshti. Nuk po kërkoj të kthehesh, vazhdoi ai. Po kërkoj të bëhem dikush që nuk do ta kishte turp të doje, nëse ndonjëherë doje. Mira e pa gjatë. Nuk kishte më mask. Nuk kishte krenari. Pendimi nuk është shfaqje, tha ajo. Është durim. Atëherë do të pres, u përgjigj ai. Pa afat. Prova e fundit. Një mbrëmje, nëna e Mirës u përkeqësua. U desh të dërgohej urgjent në spital. Mira ishte e vetme, pa para për analizat e shtrenjta. Pa e ditur si, Arbeni u shfaq në spital. Dikush nga qendra më njoftoi, tha thjesht. Ai pagoi gjithçka, por në emër të fondit social. Jo të vetin. Nuk dua borxhe, tha Mira me lot në sy. Nuk është borxh, u përgjigj ai. Është përgjegjësi. Ajo e pa. Për herë të parë, zemra e saj nuk u mbyll. Një hap i vogël. Ditë më vonë, Mira i dërgoi një mesazh. Mund të pim një kafe. Vetëm për të folur. Arbeni e lexoi mesazhin disa herë. Nuk u përgjigj menjëherë. Nuk donte ta tremte shansin. Kur u takuan, nuk folën për dashuri. Folën për njerëzit që kishin ndihmuar. Për jetën. Për frikën. Në fund Mira tha. Besimi nuk kthehet menjëherë. E di, tha ai. Por mund të ndërtohet. Ajo nuk tha po. Por as jo. Dhe ndonjëherë kjo është shpresa më e madhe. Disa histori nuk mbyllen me puthje dramatike apo premtime të mëdha. Disa mbyllen me qetësi. Dhe kjo është mënyra më e ndershme për t'i përfunduar. Kafja e parë mes Mirës dhe Arbenit ishte thjesht. Një lokal i vogël, pa muzikë të lartë, pa sy kureshtar. Ata ulën përballë njëri tjetrit si 2 njerëz që njiheshin mirë, por që po mësonin sërish si të flisnin. Nuk e kam harruar atë që bëre, tha Mira. As nuk e pres, u përgjigj Arbeni. Ai nuk u justifikua. Nuk foli për dhimbjen e vet. Folën për punën në qendër, për nënën e saj që po përmirësohej, për fëmijët që ai po ndihmonte çdo ditë. Dhe kjo i bëri të dy të ndiheshin më njerëzor. Koha si provë. Muajt kaluan. Arbeni nuk u kthye në jetën e vjetër. Nuk kishte vila, nuk kishte evente luksoze. Jetonte thjesht, punonte në fondin social dhe shfaqej çdo ditë në qendër. Jo për Mirën, por për ata që kishin nevojë. Mira e vëzhgonte nga larg, jo për ta gjykuar, por për të parë nëse ndryshimi ishte i vërtet. Një pasdite, një vajzë e vogël në karrocë i tha Mirës. Ai xhaxhi Arbeni është shumë i mirë. Ai nuk i ikën kurrë. Këto fjali qëndruan gjatë në mendje. E vërteta pa frikë. Një mbrëmje ndërsa po mbyllnin qendrën, Mira e pyeti. A të mungon ndonjëherë pasuria? Arbeni u mendua. Më mungonte vetëm kur nuk isha asgjë tjetër, tha. Tani kam kuptuar çfarë vlen. Ajo e pa gjatë, po sikur një ditë të kthehej gjithçka. Ai buzëqeshi lehtë. Atëherë do të kisha më shumë për të dhënë. Jo për t'u fshehur pas saj. Për herë të parë, Mira ndjeu se po fliste me një burr të lirë. Hapi i vogël, vendimi i madh. Një të diel, Arbeni e ftoi Mirën për një shëtitje në park. I njëjti park ku dikur shtyhej me karrocë, duke luajtur një rol. Ai ndaloi aty. Këtu filloi gënjeshtra, tha. Dhe këtu dua të jemi vërtet. Ai nuk u ul në gjunjë. Nuk bëri premtime.
Nuk të kërkoj dashuri, vazhdoj. Vetëm të më lejosh të jem pranë teje pa maska. Mira e pa. Dhe për herë të parë nuk pa as mashtruesin, as milionerin. Pa njeriun. Ajo zgjati dorën. Atëherë tha, ecim ngadalë. Ai e mori dorën. Jo fort, jo për ta mbajtur, por për ta respektuar. Epilogu. Një vit më vonë, qendra sociale u zgjerua. Jo për shkak të parave, por për shkak të njerëzve. Në hyrje një tabele vogël shkruante: dashuria e vërtet nuk të pyet çfarë ke, të pyet kush je. Arbeni dhe Mira nuk u bën lajm, nuk u bën histori virale, u bën diçka më e rrallë, të vërtet.